selamet qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastërt, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan, e pasojnë dhe do të pasojnë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Sonte do të flasim mbi një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë përderisa ishte me shokët e tij, na transmeton Ebu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtua dhe ju tha: "Ijtanibu sab'al mubiqat", largohuni prej 7 gjunaheve, 7 mëkateve të cilët janë shkatruese. Atëherë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thanë: "Wa qalu ya Rasulullah wa ma hun", thanë: "O i dërguari i Allahut, cilat janë këto 7 gjunahe, cilat shkatrojnë njeriu?" Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ash-shirku billah", tha mi bo shok, mi bo ortak Allahu subhanahu wa taala, was-sihr, me bo magji, wa qatlu nafsi allati harrama Allahu illa bil haqq, me mbyt doni besimtar, me mbyt doni njeri pa hak. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdoi dhe tha: "Wa aklu riba", me hongër kamatën, "wa aklu mali al-yatim", me hongër pasunin e jetimit. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Wa tawalli yawm az-zahf", dhe me jakthy shpinën armikut, dhe në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Wa qadhfu al-muhsanati al-mu'minati al-ghafilat", dhe me shpif për gratë të ndershme të besimtarve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim të hadithit e përmend mi bo shirk Allahut azza wa jall për gjunaheve më të mëdha. Pra ky është një gjuna të cilën nuk ka gjuna më të madh se sa ky. Madje Allahu azza wa jall na tregon dhe na thot se nuk do t'ja u fal këtë gjuna atyre të cilët vdesin pa u penduar tek Allahu subhanahu wa taala. Krejt gjunahe tjera Allahu mundet me t'i fal, mirë po shirkun asnjëherë Allahu subhanahu wa taala nuk e fal. Thot Allahu azza wa jalla në ajet: "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Me të vërtetë Allahu azza wa jall nuk e fal ati i cili i bën ortak Allahu subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dhe çdo gjuna tjetër përpos shirkut Allahu azza wa jall i fal kujdon. Edhe nëse nuk pendohet, e kanë zonë domethënë çat gjuna, nëse do Allahu ta fal, nëse do nuk ta fal. Mirë po shirkun pa u penduar Allahu azza wa jall asesi nuk ta fal. Transmeton Muadhi radhiyallahu ta'ala anhu se një ditë i tha Muadhit: "Ja Muadh", tha: "O Muadh, a din ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqu al-ibadi ala Allah?" A din o Muadh ti se çfarë haku kanë njerëzit karshi Allahu subhanahu wa taala, dhe se çfarë haku ka Allahu karshi njerëzve? Atëherë Muadhi radhiyallahu ta'ala anhu i përgjigjet, i tha: "Allahu wa rasuluhu alam", tha: "Allahu dhe pejgamberi e din më së miri." Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Qala haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a", tha: "Hakun që e kanë njerëzit karshi Allahut subhanahu wa taala është që me adhuru vetëm Allahun subhanahu wa taala dhe mos mi bo shok Allahut azza wa jall." Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Wa haqqul ibadi ala Allah alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a", dhe se haku i Allahut karshi njerëzve është që Allahu azza wa jall mos me e dënu asnjërin i cili nuk i bën shirk Allahut subhanahu wa taala. Pra i cili nuk i bën shirk Allahut subhanahu wa taala është i sigurt prej dënimit të tij. Shirku, ky mëkat i madh, është shkatrues për çdo vepër të mirë tonë të cilën ti e ke bë. Ti ke mundësi çdo ditë me dhën sadak, ti ke mundësi çdo ditë me bë vepra të mira, ke mundësi me bë shtëpi të fukarave, kështu me radhë çdo vepër të mirë. Mirë po nëse e ke shirkun, shirku ti asgjëson të gjitha ato të mira të cilat ti i ke vepruar. Thot Allahu azza wa jalla në një ajet: thot: "Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik", ne të kemi shpall ty edhe ata të cilët kanë qenë para ti, "la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk", nëse ti bën shirk, atëherë do të asgjësohen veprat e tua, "wala takunanna min al-khasirin", dhe do të jesh prej të humburve. Pra nëse ti bën shirk Allahut azza wa jall, atëherë krejt veprat e tua të mira do të shkatrohen për shkak se Allahu azza wa jall nuk i pranon ato. Jo vetëm kaq, mirë po ky mëkat i madh ta bën haram ty që të futesh në xhenetet e Allahut azza wa jall. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Innahu man yushrik billah", me të vërtet ai i cili bën ortak Allahut azza wa jall,
faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Allahu azza wa jall këtij njeriu ja ka bo haram xhenetit, wa ma'wahu an-nar, dhe vend banimi i tij është zjarri, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dhe se nuk ka shpëtim, nuk ka kush që mundet më ndihmu këtyre të cilët i kanë bërë këtë padrejti Allahut azza wa jall. Pejgambert e Allahut i kanë lutë Allahun subhanahu wa taala që Allahu t'i ruan nga ky gjuna. Allahu azza wa jall e përmend fjalën e Ibrahimit alayhis salam ku tha wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam, o Zot më largoj mu dhe pasardhësit e mi prej çka an na'bud al-asnam, që të adhurojmë zot të tjerë. Gjithashtu Allahu azza wa jall na tregon për Lukmanin se e këshilloi djalin e tij kur i dha ato këshillat të arta dhe të buta dhe të mira, ku thot Allahu azza wa jall e përmend fjalën e tij ku thot ya baniya la tushrik billah, o djali im mos i bën shirk Allahut, mos i bën ortak Allahut azza wa jall, inna ash-shirka la dhulmun adhim, se me të vërtet me bë ortak Allahut azza wa jall është zullumi më i madh që mundesh me e bë. Pastaj vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas shirkut e përmend sihrin, për shkak se sihri ka të bëjë me shirkun, për shkak se ata të cilët mirën me këtë vepër të ulët ju binden shejtanëve, prejnë kurban për shejtan, ju luten atynve që i nështrohet atynve, pse vetëm që ta përfitojnë, që ata ti u binden pastaj domethënë atyre gjërave të cilët i dojnë ata. Pra sihri ka të bëjë me shirkun dhe nuk mirët me këtë vepër vetëm sa ata njerëz të cilët kanë brendësinë e prishur. Thot pejgamberi sallallahu Allahu azza wa jalla në ajet kul hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin, a doni t'ju tregoj se kujt i zbresin shejtanët, me kon bashkëpunojnë shejtanët, thot tanazzalu ala kulli afakin athim, ata bashkëpunojnë me çdo njeri i cili është gjunaçar dhe është i prishur. Këta njerëz të prishur mundohen që nëpërmjet sihrit t'ju shkatrojnë njerëzve jetën, ta ndajnë burrin prej gruas, ta ndajnë djalin prej prindrit dhe t'i çmendin ata. Thot Allahu azza wa jall فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, dhe mundohen që nëpërmjet sihrit që ta ndajnë burrin prej gruas. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tërheq vërejtin që mos trokasim në përdyert e fallxhorëve, për shkak se domethënë këta njerëz qi dhe prej tyre ka vetëm keq. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam man ata kahinan aw arrafan fa sadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Thot ai i cili shkon tek fallxhori dhe i beson atij se çfarë i thot ai, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, thot ka bo kufër në ato çfarë është zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po dikush thot, po mirë unë shkova vetëm me pyet me pas se çka po më thot. Nuk kam shku që me besoj, jo që i besoj, mirë po vetëm po du me pas se çka po më thot, ta këshyri. Ndëgjoj se çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër, thot man ata arrafan fasa'alahu bi shay, thot kush shkon te një fallxhor, thot dhe e pyet për diçka, lam tuqbal lahu salatun 40 leila, thot ai i cili shkon te fallxhori vetëm për me pyet, thot nuk i pranon Allahu azza wa jall atij namazet 40 ditë. Apo në hadith që është përmend 40 net. Pra ai i cili shkon vetëm me pyet, edhe pse nuk i beson, Allahu azza wa jall domethënë këtij njeriu nuk ja pranon namazet për 40 ditë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmend mëkatin e tjetër ku thot wa qatlu an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq, dhe me e vrani njeri pa hak. Me vrani njeri të cilin Allahu azza wa jall ta ka ndalu përpos se me hak. Dhe shariati Allahut azza wa jall prej 5 qëllimeve që Allahu azza wa jall e ka dërguar shariatin, një prej tyre është që me e mbrojt gjakun e muslimanëve, me e mbrojt gjakun e njëri tjetrit. Allahu azza wa jall kur i përmend cilësitë e besimtarëve, çfarë thot Allahu azza wa jall? Thot walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan ahada, thot ilahan akhar, thot ata të cilët nuk e lusin, nuk e bëjnë dua kërkuj tjetër përveç Allahut azza wa jall. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, dhe nuk e vrasin ndonjë njeri vetëm se me hak. Thot Ibn Omer radiallahu ta'ala anhu, thot la yazalu al-mu'minu fi fashatin min dini, thot besimtari është në rahatin e fesë të tij, ma lam yusib daman haraman, thot përderisa nuk e vren ndonjë njeri pa hak.
Ky gjuna është shumë i madh tek Allahu Azza wa Jall. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la zawalu dunya ahwanu inda Allahi min qatli rajulin muslim. Thot me shkatru këtë dynjan është më e lehtë, ke mundësi me kalu para Allahut Azza wa Jall më kollaj se sa me evra, domethënë një besimtar. Dhe ai i cili merr guxim dhe e kryen këtë akt, Allahu Azza wa Jall ati e kërcënon me 4 gjëra. Thot Allahu subhanahu wa taala, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Dhe ai i cili e vret një besimtar me qëllim, thot Allahu Azza wa Jall, fajaza'uhu jahannam, shpërblimi i tij, dënimi i tij është xhehenemi. Wa ghadiba Allahu alai, dhe se Allahu Azza wa Jall është i hidhur me këtë njeri. Wa la'anah, dhe gjithashtu Allahu Azza wa Jall e ka mallku. E me të mallku Allahu Azza wa Jall i bjen që Allahu me të largu prej rahmetit të tij. Wa a'adda lahu 'adhaban 'azima, dhe se Allahu Azza wa Jall për këtë njeri i cili kryen këtë vepër të shëmtuar, a'adda lahu 'adhaban 'azima, ka përgatit për të një dënim të madh. Gjëja e parë na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që njerëzit kur do dalin para Allahut Azza wa Jall për haket që e kanë ndërmjet tyre do të jenë gjaqet. Pra gjëja e parë që do të gjykohen janë gjaqet, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda bayna an-nasi yawm al-qiyamati fi ad-dima. Thot gjëja e parë që njerëzit do të gjykohen kur do dalin para Allahut Azza wa Jall për zullumet që i kanë bërë njëri tjetrit, do të jenë gjaqet. Pastaj vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmend gjunahin tjetër, mëkatin tjetër shkatrues, ku thot wa aklu riba, me hongër prej kamatës. Ky gjuna i cili domethën njoni e han pasurinë e tjetrit pa hak, ku i forti e mund të doptin dhe e shfrytëzon nevojën e tij. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jalla tarhek vrejtjen në disa ajete në Kur'an, ku thot ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Wa ju të cilët i keni besu Allahut, keni frikë Allahut, wa dharu ma baqiya min ar-riba, lene ato çfarë keni dhënë njerëzve prej kamatës. Pra merre hakun tën dhe atë pjesën e kamatës të cilën ti ja ke dhënë, e ke kërku, leje ato. E dikush merr guxim dhe nuk don me lën, atëherë ndëgjoni se çfarë përgjigje jep Allahu Azza wa Jall, ku thot fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allahi wa rasulih. Nëse ju nuk e bëni këto, nuk e leni kamatën, fa'dhanu bi harbin min Allahi wa rasulih, atëherë përgatitnu që me hin luftë me kon me Allahun Azza wa Jall dhe me pejgamberin e tij. E kush ka mundësi me dal luftë, kush ka mundësi me dal dy luftim me Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahu Azza wa Jall në Kur'an në tregon se Allahu aty në njerëzve cilët miren me këtë punë me kamat, Allahu Azza wa Jall nuk ka mundësi aty në më dhën bereqet. Thot Allahu Azza wa Jall, wa yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Me të vërtet Allahu Azza wa Jall e shkatron, e pakson bereqetin, domethënë e kamat, nuk i jep bereqet aty në wa yurbi as-sadaqat, dhe i rit ata cilët i japin, domethënë i japin sadak. Dhe ky dënim, domethënë këtë humbje të bereqetit, Allahu Azza wa Jall në dynja. Mirë po, tek Allahu Azza wa Jall çfarë thot Allahu subhanahu wa taala, alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu shaytanu min al-mas. Thot ata cilët e hajnë kamatën, e hajnë pasurinë e njëri tjetrit pa hak, la yaqumun, kur do të ringjallen tek Allahu Azza wa Jall, la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu shaytanu min al-mas. Thot nuk do të ringjallen vetëm se ashtu i qysh qohet ai njeri i cili është i prekur prej gjinëve. E keni pa domethënë se çfarë reagime bëjnë ata, se si rrotullohen dhe se si bërtasin dhe se si bëjnë gjeste të shëmtuara, thotë kështu ata do të ringjallen tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se do të vjen një kohë ku njerëzit nuk do të këshyren se çush përfitojnë pasurinë e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë yati ala nasi zamanun, thotë do të vjen një kohë ku njerëzit nuk do të këshyrin, domethënë se çysh e fiton pasurinë e tij, apo fiton prej halalit apo prej haramit. Dhe për me e largu prej kësaj vepre, prej këtij harami, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kanë nxit shokët e tij, dhe gjithë muslimanët që njëri tjetrit më dhon borxh. Ka shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kush i jep vllaut të tij borxh, jo më fal, po borxh, thotë për çdo ditë i shkruat atij sikur se ti kish dhënë sadak ato. I ke dhënë dikujt borxh 100 euro deri në fund të muajit, për çdo ditë Allahu Azza wa Jall ti shkruan sikur se ti më dhën sadak ato parë.
E thot nëse vjen koha, thot dhe nuk ka mundësi me i kthy, thot atëherë Allahu Azza wa Jalla dyfishon shpërbimin e tij. Atëherë për çdo ditë, sikurse mi pasdon ka 200 euro, si mi pasdon ka 200 euro sadak për çdo ditë. Kjo vetëm e vetëm që mi nxit njerëzit që mi dhën, mi ndihmu njëri tjetrit që mos më ra pre e aty një njerëzve të cilët i shfrytëzojnë të dobtin dhe mundohen që të përfitojnë prej pasunisë së tyre. E lusmi Allahun Azza wa Jall që Allahu të na largon nga këto gjunahe. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmend mëkatin tjetër dhe ku thot wa aklu malil yatim, dhe me hongër pasurinë e jetimit. Jetim është çdo fëmijë të cilit i vdes baba dhe ai ende nuk ka hyrë moshë madhore. Këtij i thuhet jetim në shariat. Pejgamberi Allahu Azza wa Jall dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë ajete dhe në shumë hadithe na tërhekin vërejtjen që të kujdesemi, që të sillemi mirë me këtë grup njerëzve, me jetimet, për shkak se jetimi është i thyer në brendësinë e tij, është i dëm veten e tij. Për këtë arsye na tërhek vërejtjen Allahu subhanahu wa taala në një ajet ku thot fa amma al-yatima fala taqhar, dhe jetimin asesi mos e nënçmo, mos e përçmo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kanë nxit shokët e tij që të kujdesen për ta. Në një hadith thot ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë dhe ai i cili kujdeset për jetimin dhe i ngriti dy gishta dhe tha jemi kështu në xhenet. Pra do të jenë afër me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe njëri na transmeton Ebu Huraira se ardhi një person tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe është tanku se zemrën e tij e ka të ngurtë. Pra, ju ka ngurcu zemra e tij. Atëherë erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kërkoi ndonjë ilaç që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mi tregu që t'i zbutet zemra. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ushqeje skamnorin dhe fërkoja kokën, ledhatoje kokën e jetimit. E ata të cilët marrin guxim dhe hajnë prej pasurisë së tyre, prej pasurisë së jetimit, për shkak se e shfrytëzojnë dobësinë e tij. Atëherë dëgjoni se çfarë thot Allahu Azza wa Jall. Thot Allahu subhanahu wa taala innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulman inma ya'kuluna fi butunihim nara. Me të vërtet ata të cilët e hajnë pasurinë e jetimit dhulman, me padrejtësi, inma ya'kuluna fi butunihim nara. Mos mendon se është i Zoti dhe ka mri domethënë me marr pasuri, me përfitu pasuri prej tij, hajt se s'ka çka bën ky. Inma ya'kuluna fi butunihim nara. Ata nuk i ushqejnë barqet e tyre vetëm se me zjarr. Wa sayaslawna sa'ira, dhe do të zbresin në xhehenemet e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj gjunaj tjetër të cilën e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është me ja kthy shpinën armikut. Me ja kthy shpinën armikut kur takohesh me to në luftë. Thot Allahu Azza wa Jall, ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum alladhina kafaru zahfan fala tuwalluhum al-adbar. O ju të cilët e keni besu, kur të takoheni me armikun ball për ball, fala tuwalluhum al-adbar, mos ja ktheni shpinën atyre. Pastaj vazhdon Allahu subhanahu wa taala dhe tregon, thot ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. Dhe nuk ja kthen shpinën armikut të tij kur takohet vetëm se dy lloj njerëzve të cilët janë përjashtuar. Njëri i cili e ka për taktik tërhiqet dhe pastaj me sulmu prap, apo tjetri i cili largohet dhe me u bashkuar grupi tjetër të muslimanëve. Këta dy janë të arsyetuar tek Allahu Azza wa Jall. Për ndryshe ata të tjerë cilët nuk kanë arsye, thot Allahu Azza wa Jall, faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Ata njerëz është i hidhruar Allahu Azza wa Jall, wa ma'wahu jahannam, dhe vendi i tyre është xhehenemi, wa bi'sal masir, dhe sa vend i keq është ky. Pra nuk lejohet vetëm se për këta dy lloj njerëzve. Pastaj vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot wa qadhful muhsanati almu'minati alghafilat, dhe me shpif për gratë e besimtarve, për gratë e ndershme të besimtarve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tërheq vërejtjen për shkak se njeriu mundet me fol ndonjë fjalë
edhe jo fjalë me hidhru Allahun subhanahu wa taala. Dhe shikoni se çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot inna ar-rajula la yatakallamu bi kalima, thot ka mundsi ndonjëri prej juve e fol ndonjë fjalë, la yara biha ba'san, nuk e sheh se atë fjalë cilën e thot se është fjalë e madhe. Thot yahwi biha fi an-nar 70 kharifa, thot hyn xhenem Allahu azza wa jall për shkak të kësaj fjale, cilën e ka hidhur Allahu azza wa jall, thot Allahu azza wa jall e fut në xhenem për 70 vite. Me shpif për ndonjë gra, për ndonjë grua prej grave të besimtarve është diçka e madhe tek Allahu azza wa jall. Kur shpifen munafikët për Aishen radhiyallahu ta'ala anha, në këtë sprov ran disa prej besimtarve. Dhe çush e kanë njerëzit zakon, diçka ka por derisa folet diçka është. Atin kush po të shtin o vëlla me thon këtë fjalë? Pse po hyn nën kërcënimin e Allahut azza wa jall? Ma mire ke për me hesht. Dhe këta cilët kanë ra, Allahu azza wa jall e përmend dhe thot: "Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim." Thot ju mendoni se kjo fjalë cilën e thoni ju është e lehtë, mirë po thot është wa inda Allahi azim, është Allahu azza wa jall shumë e madhe. Ti ke fol vetëm se ka diçka që tu, përderisa flitet diçka, është diçka se pa fol nuk ishin fol njerëzit. Nuk ke vëlla pse po hyn? Pse po hyn në kësi detaje? Kush po të shtim me këto që më dhën përgjegjësi para Allahut subhanahu wa taala. Allahu azza wa jall për këta njerëz cilët shpifin ka caktuar dënim dynja dhe dënim në ahiret. Dënim dynja Allahu azza wa jall Kur'an thot: "Walladhina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada", ata të cilët i gjujnë gratë besimtarve, gratë ndershme me fjalë, jo akuzojnë ata, thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada, dhe nuk vijnë me 4 dëshmitar për ato të cilën ja kanë akuzuar. Thot Allahu azza wa jall: "Fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum shahadatan abada", këta njerëz goditni me kamxhik 80 herë dhe mos e pranoni dëshminë e tyre asnjëherë. Pra ky dënim është në dynja. Dënohen me 80 kamxhik dhe nuk i pranohet dëshmia përposa tyre të cilët pastaj janë pendu. E nëse nuk pendohet, cili është dënimi tek Allahu subhanahu wa taala? Thot Allahu azza wa jall: "Innal ladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat", me të vërtet ata të cilët shpifin për gratë ndershme të besimtare, lu'inu fi dunya, janë të mallkuar në dynja. Me të mallku Allahu azza wa jall, siç e përmendëm më herët, është që Allahu azza wa jall me të largu prej mëshirës së tij. Dhe jo vetëm dynja, thot Allahu azza wa jall: "Wal akhira", edhe në ahiret, "wa lahum adhabun adhim", dhe se për këta njerëz Allahu azza wa jall ka përgatitur një dënim të madh. E lusmi Allahun azza wa jall që Allahu të na largon nga këto gjunahet, të cilët do ta shkatrojnë njeriu në të ardhmen e tij, si në dynja ashtu edhe në ahiret. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.